Në gjuhën angleze, po. Zonja Kallas, pse BE-ja nuk po I heq ende masat ndaj Kosovës dhe cilat janë shtetet anëtare që po e bllokojnë procesin dhe a ka diskutime në vijim e sipër për t'i hequr masat brenda këtij viti? Po, edhe një faleminderit. Siç e thash, BE-ja ka filluar me heqjen e masave, por është me rëndësi të kuptohet që një herësh ne duam po ashtu që të shohim shtensionim në veri. Pse po e them këtë? Nga se unë personalisht kam punuar t'i bind shtetet anëtare që duhet t'i heqim masat ndaj Kosovës, por disa shtete anëtare po thonë që Kosova gjithashtu duhet të respektojë marrëveshjen e Ohrit dhe tensionimi në veri është në kundërshtim me këtë marrëveshje dhe kjo është vështërsia me të cilën po ballafaqohemi. Ne jemi të gatshëm që t'i marrim hapat nga ana e jon, por gjithsesi duhet të shohim një shtension. Mund të them që BE-ja ka filluar që gradualisht t'i heq masat e prezantuara në qershor të vitit 2023 dhe ky vendim hap derën për mundësi më të mëdha për zhvillimin e Kosovës dhe për lidhje më të ngushta me Evropën. Mirëpo, kjo është e kushtuar nga shtensionimi I situatës në veri. Mbyllja e strukturave të mbështetura nga Serbia në veri minon përpjekjet drejt shtensionimit. Kosova ka përparim në forcimin e institucioneve demokratike në vitet e fundit dhe misioni e EULEX-it vazhdon të mbështesë sundimin e ligjit në Kosovë. Por përsëri, korniza aktuale politike dhe kjo situatë pa rrugdalje është duke e frenuar Kosovën. Themelimi I kuvendit dhe qeverisë është me rëndësi për stabilitetin, rritjen e Kosovës dhe të ardhmen evropiane. Inkurajoj të gjithë aktorët politik përgjatë gjithë spektrit politik që me të vërtet të punojnë më përsëafërmi me njëri tjetrin dhe me të gjitha komunitetet.